Liçeni i Komanit po tërheq gjithnjë më shumë turistë vendas dhe të huaj të cilët zgjedhin ta eksplorojnë zonën përmes udhëtimeve me tragedanie turistike. Peizazhi malor, kanjonet dhe urat e liçenit e kanë kthyer lundrimin në Koman në një nga eksperiencat më të veçanta të turizmit në veri të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga shëtitjet me anije turistike në këtë liçen, bukurime maleve, ujit kristal dhe aventurës në liçenin e Komanit, ku vera ka një tjetër shije, shkruan Rama. Për turistët, udhëtimi mund të vazhdojë nga liçeni i Komanit drejt lumit të Shalës, një tjetër prej atraksioneve më të kërkuara të zonës, ku ofrohen udhëtime me varg dhe aktivitete ujore. Liçeni i Komanit është një rezervuar në lumin Drin që ushqet nga lumenjt Shala dhe Valbona. Shtrihet në një sipërfaqe prej 34 kilometrash nga fshati Koman gjatë gjithë rrugës deri në fshatin Fjerz. Ky liçen është shtëpia e 13 specieve të ndryshme të peshkut dhe amfibëve. Liçeni i Komanit shtrihet mes maleve të qarkut të Shkodrës dhe Kuksit. Është e pabesueshme që një vend kaq i bukur është rezultati i një rezervuari të ndërtuar në 1978 pranë fshatit Koman. Udhëtimi përgjat liçenit nga Komani deri në Fjerz gjatë më pak se 3 orë dhe konsiderohet si një nga përvojat më unike të udhëtimeve në Shqipëri. Udhëtimi me kanoa ofron panoramë më të mrekullueshme të kësaj natyre të paprekur që rrethon liçenin.